Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk një menu të shpejtë që përgatitet për 1 orë, maksimum 1 orë e gjys, por që del fantastike. Kemi një supë me perime të pjekura, domate dhe speca të kuq të pjekur në furrë. Si zakonisht, pija kryesore në tavolinën time është dhalla dhe kemi mish me qepujka. Gjellën me mish me qepujka ua sugjeroj të dashur miq sepse del fantastike e shoqëruar me një pilaf, nuk keni nevojë as për të konsumuar bukë, i konsumojmë të dyja bashk njëkohësisht dhe është shumë e shijshme. Mua ma preferojnë dhe fëmijët, nga që e preferoj unë me tim shoq dhe fëmijët janë mësuar me të dhe këto qepujkat e vogla dalin si të ëmbla, janë shumë të shijshme. Le të fillojmë nga puna. Si fillim të dashur miq, do të kaurdisim mishin. Unë kam gati 300 gram mish të prerë në copëza të vogla. Ju mund ta keni si të dëshironi edhe në thela pak më të mëdha. Mishin e hedhim në vajin e nxehur dhe nuk e lëvizim si fillim derisa të fillojë të lëshoj pak lëngun e vet, pra të shkëputet vet nga fundi i tenxheres. Kur fillon dhe shkëputet vet nga fundi i tenxheres, e trazojmë pak dhe e lëm që të lëshoj atë lëngun, pra që bën mishi kështu si shkum. Aty do t'i hedhim dhe pak ujë dhe do t'i mbyllim kapakun e tenxheres së presionit. E kam rregulluar dhe me krip dhe do ta lëm kështu vetëm për 10 minuta. Ndërkohë në një tenxhere kam shtuar një karrot, një specë dhe një qep të vogël të bluara në blender. Kjo mas të dashur miq do t'i jap shije gjellës, gjithashtu lëngun e kaurdis me qepujka dhe me mish do ta trash. Për këtë arsye, këto perime i kemi kaluar në blender. I kaurdisim me vaj ulliri, sa t'i dali pak era qepës, sa të kaurdiset pak qepa, dhe aty i shtojmë pastaj qepujkat e qëruara. Qepujkat keni parasysh që t'i vini gjysmore më përpara në ujë, pra në një enë me ujë ashtu të paqëruara, dhe lëkura do t'u zbutet dhe do të keni shumë kollaj për t'i qëruar. I kaurdisim dhe me qepujkat pa i vrar ato, pra duke i rretulluar me kujdes, lehtëshëm. Dhe pastaj do t'i shtojmë pak salcë speci dhe salcë domatesh. Do ta kaurdisim, pra do ta rretullojmë dhe pak me salcën e specit dhe të domateve, derisa salcave t'u dal pak era. Gjithmonë keni parasysh që qepujkat mos t'u prishin formën, duke i rretulluar me avash, dhe në këtë pikë do t'i shtojmë mishin i cili u presionua thjesht për 10 minuta. Unë mishin e kam presionuar thjesht për 10 minuta se është në copëza të vogla, gjithashtu e kam presionuar me shumë pak ujë, pra me lëngun që lëshoj vetë dhe pak fare i hodha që mos të më ngjitej për këto 10 minuta që e presionova, pra prandaj është pa lëng. I kam shtuar ujë aq sa t'i dal qepujkave përsipër dhe i kam vendosur kapakun. Derisa të marr val, do ta gatuajmë në temperaturë normale dhe pasi të ketë marr val, do t'ja ulim gradacionin dhe do ta lëm për një gjysmore derisa të mbetet me pak lëng, pra derisa copëzat e mishit të fillojnë të duken. E kam kaluar, siç ju thash, tenxherën më njan dhe do të filloj të përgatis supën. Siç ju thash, kam ulur dhe gradacionin që të gatuhet avash dhe qepujkat mos më shpërbëhen. Për supën do t'na duhet një kokër qep të cilën do ta kaurdisim dhe atë në vaj ulliri. Ndërkohë që më përpara në furrë kam shtuar 2 speca të kuq të mëdha dhe 2 domate. Këto janë pjekur në furrë të dashur miq, mund të shtoni dhe një kokë hudhër. Unë, nga që kam harruar ta vë dhe hudrën të piqet bashkë me specat, hudrën ja kam shtuar bashkë me qepën që kaurdiset për momentin në tenxhere. Specat që kanë dalë nga furra i mbulojmë me një kapak dhe i lëm ashtu për një 10 minuta derisa të djersitet lëkura dhe të qërohen shumë kollaj.
dhe pasi janë qëruar nga lëkura i presim në copëza të vogla. Edhe domatet nuk dallohen të dashur miq që janë pjekur, por speci dallohet që merr pak ngjyrë në sipërfaqe dhe aty tregon që janë gati. Edhe domateve lëkura u qërohet shumë kollaj. I presim si tregohet në video dhe i shtojmë në tenxhere. Do t'i rretullojmë një 2 herë me qepën që u ka urdis, qepë dhe hudhra që u ka urdisën si fillim, dhe do t'i shtojmë gjithashtu dhe pak salcë. Nëse nuk doni të përdorni salcë, siç kam përdorur unë, mund të përdorni nga ajo salca e lëngshme për makarona. E kam rregulluar masën me pak piper të kuq, rigon dhe krip. Piperi jon i kuq të dashur miq nuk është aq djegës, është shumë pak. Për këtë arsye unë e përdor për herë në çdo gatim, por ju mund të merrni piper të kuq që nuk është djegës. I shtojmë ujin e nxehtë, aq sa është mjaftueshëm. Unë kam përgatitur një supë thjesht për 4 veta dhe nuk i kam shtuar shumë ujë. Nëse do të keni më shumë speca dhe më shumë domate, mund të shtoni edhe pak më tepër ujë. Pasi masa ka marrë val, e kalojmë në blender. Pasi e kemi fruluar, do t'i shtojmë një gotë me qumësht në të cilën kam tretur një lugë ëmbëlsirash niseshte. Mos harroni që t'ia shtoni një lugë ëmbëlsirash niseshte me qumshtin që i shtuam, sepse ajo e lidh masën të dashur miq dhe bën që kur ta servirni mos të bëhet kështu sikur t'i dal ujë më vete, perimet më vete, pra e lidh supën. Kam përgatitur gjithashtu një pilaf si zakonisht, unë orizin e lajt dashur miq, prandaj e kam shtuar me sitë siç e shikoni. Ndërkohë në gjalp kam ka urdisur 2-3 lugë makarona supe, i kam shtuar orizin e lar. Unë për 4 persona përdor një gotë të tillë me oriz dhe nuk më mbetet për të nesërmen. Për familjen time del nga një kup oriz dhe është më se mjaftueshëm. Dhe për një kup oriz shtohen 2 gota ujë, siç e shikoni ujin orizit ja shtoj gjithmonë të nxehtë. E kam rregulluar me krip, i kam vendosur pastaj kapakun derisa t'i dalin bulzat përsipër. Kur i kanë dalë ato brimat përsipër, është gati, e fikim dhe e lëm për një 5 ose 10 minuta të pushojë. Ky është dhe rezultati të dashur miq, pilafi del gjithmonë i shkoqur, supa gjithashtu është fantastike, do t'ju sugjeroja që në specat dhe domatet e pjekura në furrë të mos harroni të shtoni dhe një kokë hudhër, pra të piqet dhe një kokë hudhër me to, dhe kur ta shtoni në supë do t'i jap akoma dhe më lezet supës. Si që shikoni, gjella me qepujka, qepujkat kanë dalë në pa, gjithashtu dhe copëzat e mishit kanë dalë në sipërfaqe, gjella kanë mbetur me pak lëng, edhe e shërbejmë pranë pilafit që gjithsecili ta konsumoj gjellë dhe pilaf njëkohësisht. Kjo ishte të dashur miq dhe menuja e sotme, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nëse po, mos harroni t'i jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Në kanal, kohët e fundit ka dalë një opsion i ri që quhet hype, që do të thotë ta sugjerosh videon e Elonës dhe tek të tjerët duke i dhënë pikë. Është pa lek, nëse keni dëshirë jepini dhe ju pikë videos time që të sugjerohet.